Monologu i sotëm do jetë për atë dashurin. Shqiptarët krenohen shumë për shqiptarin e tyre, por ne jo të gjithë e duam atë dheun. Çfarë do të thotë të duash atë dheun? Të duash atë dheun do të thotë të duash atë detarët, ata që ishin të parët. Po këtë duam ne më shumë. Ne më shumë duam Ronaldon dhe Messin. Dhe nuk duam ata që kanë luftuar dhe kanë derdhur gjakun për këtë vend, për këtë popull, për këtë gjuhë. Ne nuk i kremtojmë për vjetorët e tyre, ne harojmë. E bukura është që haron dhe shteti. Madje harojnë dhe ata që paguhen për të mbajtur mend, historianët, antropologët dhe gjithë studiusit. Të duash atë dheun tënd do të thotë të duash trashëgiminë e tij kulturore. Ne nuk duhet të kujtohemi për lautën kur na e marrin të tjerët. Të duash atë dheun do të thotë të duash shqiptarët, kudo ku ndodhen, brenda dhe jashtë vendit. Të paktën ti duam aq sa duam të huajt. Të duash atë dheun do të thotë ta gdhëndësh simbolin e Shqipërisë, ta gdhëndësh në gur, ta gdhëndësh në dru, ta gdhëndësh në bronz, ta gdhëndësh në mermer. Të mos kemi frikë ta shprehim simbolin ton. Ne duhet të mësojmë fëmijëve tan të gjitha vargjet e imrit kombëtar. Në tekstet e tyre ne duhet të fusim pa diskutima dhe dashurinë, si një nga gjërat më përmbajtësore që ekziston. Por ne duhet të ham shqip, ne duhet të blejmë libra shqip, ne duhet të mbrojmë pasurinë ton monumentale natyrore që po bjerret. Dhe e fundit fare, dhe dua ta them këtë me forcë, ne nuk duhet të lejojmë që shqiponjat tona të balsamosen. Natën e mirë.